Pas lagjmit tronditjes të ndarjes nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi, rrjetet sociale u mbushën jo vetëm me dhimbje dhe ngushëllime, por fatkeqësisht edhe me thashkëtheme të kota, duke ushqyer spekulime të pavërteta rreth shkaqeve të vdekjes së tij. Një ndër pretendimet më të shpërndara nga persona të papërgjegjshëm ishte se humbja e tij ka lidhje me përdorimin e substancave narkotike, një akuzë krejtësisht e pabazuar dhe e papërputhshme me faktet që kanë dalë deri më tani. Këto komente, në vend që të tregojnë respekt për një artist të ndjer, vetëm sa rrisin dhimbjen e familjes dhe krijojnë një atmosferë të dëmshme në opinionin publik. Familjarët e Shpat Kasapit, të cilët janë në një gjendje të rënduar emocionale, kanë konfirmuar për mediat se ai ka ndëruar jetë si pasojë një arresti kardiak, një problem shëndetësor që ai e kishte shfaqur edhe më herët si shqetësim të lehtë. Vëllai i tij, Albini, ka theksuar qartë se këngëtari nuk ka pasur asnjë lidhje me konsumimin e lëndëve të dëmshme dhe se çdo përpjekje për ta lidhur vdekjen e tij me diçka të tillë është një shpifje që nuk respekton realitetin dhe asnjë standard njerëzor. Shpifjet e tilla shpesh përhapen nga persona anonim në rrjetet sociale, të cilët pas një fakt, pas një provë dhe pa ndonjë njohje personale me ngjarjen, krijojnë skenar të rrem vetëm për të marrë vëmendje. Në raste të rënda si këto, ku një familje ka humbur djalin, bashkëshortin dhe babain, inventimi i historive të pavërteta është një akt i ulët që shkel etikën dhe ndjenjat e të gjithëve. Thashëthemet nuk sjellin asgjë tjetër veç se dëm, duke zbehur kujtimin e një artisti që publikun e ka shoqëruar për vite me këngë dhe pozitivitet. Nga ana tjetër, mjekët në Itali dhe autoritetet përkatëse po ndjekin të gjitha procedurat zyrtare dhe profesionale për të përcaktuar me saktësi shkakun e ndarjes së tij nga jeta. Deri tani, asnjë institucion mjekësor nuk ka dhënë asnjë informacion që të lidhet me konsumimin e substancave të palikshme. Çdo pretendim që qarkullon online është bërë pa bazë, pa dokumentacion dhe pa kurfar përgjegjësie morale. Prandash, është e rëndësishme që publiku të informohet nga burime të besueshme dhe të shmang për hapjen e lajmeve që dëmtojnë reputacionin e një njeriu që nuk mund të mbrohet më. Shpat Kasapi meriton të kujtohet për muzikën e tij, për mirësinë dhe për mënyrën se si ndikoi pozitivisht te njerëzit që e rrethonin, jo për shpifjet e atyre që përpiqen të shtrembërojnë të vërtetën. Në ditë si këto, më shumë se kur, duhet të tregojmë respekt dhe humanitet.